ne kemi përcaktuar Made in Albania si krenaria kombëtare. Dhe ne duhet bëjmë gjithçka që të mbështesim prodhimin shqiptar, të mbështesim Made in Albania, të bëjmë gjithçka për suksesin e sipërmarrësit shqiptar. Narko Euro është një goditje shumë e rëndë për qindra dhe mijëra punojës dhe sipërmarrje. Ata sjellin kontejner e vagona me euro të drogës dhe rrëzojnë për tokë euron në Shqipëri. I shtrojnë në kullat e drogës dhe korrupsionit, kurse sipërmarrjet për shkak të rënjes dramatike të kursit të këmbimit shkojnë drejt falimentimit dhe falimentojnë me shumicë. Qeveria do të kompensojë çdo qindark të kursit të euros për të gjithë eksportuesit, gjë e cila i bën ata të punojnë në kushte më të qeta, më të sigurta.